Prej vitesh, çështja e pasurive të fshehura nga politikanët shqiptar ka qenë në qendër të debateve publike dhe hetimeve të ndryshme. Një lajm tronditës që ka qarkulluar së fundmi ka sjell sërish në vëmendje temën e Floririt të humbur, që sipas burimeve të shumta kap një vlerë maramendëse prej 150 milion eurosh. Në këtë ngjarje, një ndër emrat më të përfolur është ai i ish-presidentit dhe politikanit të njohur Ilir Meta. Sipas të dhënave të bëra publike në media, flitet se ky sasi e jashtëzakonshme Floriri mund të jetë përfituar në mënyrë të paligjshme duke u marrë nga fondet e shtetit dhe nga pasuria publike që u përket qytetarëve shqiptar. Ta shethemet, edhe pse nuk janë të konfirmuara zyrtarisht, po qarkullojnë me intensitet dhe kanë krijuar një atmosferë të rëndë dyshimi mbi transparencën dhe ndershmërinë e disa figurave kyçe në politikë. Emri i Ilir Metës është përmendur shpesh në raportime të ndryshme që lidhen me pasuri të deklaruara dhe të padeklaruara, por ky episod i fundit i ka shtuar hije të dyshimit mbi të kaluarën financiare të tij. Nuk dihet ende saktësisht nëse këto akuza do të pasohen nga një hetim i theluar ligjor apo nëse do të mbeten vetëm në kuadër të diskutimeve publike. Megjithatë, burime jo zyrtare pretendojnë se Floriri mund të jetë transferuar jashtë vendit përmes rrugëve të ndërlikuara financiare që janë ende të paqarta. Shqiptarët të lodhur nga korrupsioni dhe mungesa e ndëshkueshmërisë për politikanët e korruptuar presin me interes zhvillimet e mëtejshme në lidhje me këtë çështje. Zbulimi i kësaj pasurie të mundshme të fshehur ka shkaktuar zemërim në opinionin publik dhe kërkesa për drejtësi janë shtuar ndjeshëm. Transparenca dhe ndëshkimi i korrupsionit janë ndër kërkesat më urgjente që qytetarët i drejtojnë institucioneve të drejtësisë dhe autoriteteve përkatëse. Nëse këto pretendime do të rezultojnë të vërteta, atëherë ky do të ishte një nga rastet më të rënda të abuzimit me fondet publike në historinë e Shqipërisë. Përballë një skandali të tillë, nevoja për veprim ligjor dhe për ndëshkim të përgjegjësve është më e fortë se kur më parë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.